E di shumë mirë se ti ke thënë shpesh që nuk komentoj ëndra, po jam shumë i shqetësuar për ëndra. Edhe unë po e lexoj me që është shqetësuar personi. Thot, kemi humbur kushërinë muajin e kaluar, dhe motrës i ka dalë në ëndër, thot, nuk do t'ju lë deri në vdekje. Pasi motra e pyeste pse na le. A ka ndonjë kuptim? O vëllezër, do të më pas parasysh diçka. Ne i përjetojmë shumë ëndrat kur ëndrojmë, dhe kjo është normale. Po këtë përjetimin kur të zgjohemi ta kpusim, ta ndërpresim. Ka njerëz që kanë pa një ëndër natën, edhe kanë ai gjithë ditën, po pse kom pa thot të vujt. Po çfarë lidhje ka si të vujt? Nuk do thotë se po vun me gjithmonë. Pra jo gjithmonë ëndra është diçka që tregon realitetin. Prandaj lejohet që njeriu të ndrojë derisa është në gjumë. Kur të zgjohet, ëndrën ta hedhë pas. Nëse mendon se kjo ëndra ka një mesazh, pyet një njeri i cili është adapt për këtë punë. Dhe jo të gjithë njerëzit janë kompetent. Shqiptarët kanë vëllai, ka pa ëndër, thotë kam pa ëndër, thotë kjo është kështu. Direkt ai shkencëtari, interpretuesi, komentari i ëndrave. Ose thotë e kam pa në internet që kur sa më kanë thonë mua për shembull për dhëmbë të rëna. Futur në internet të ëndër, kur bien dhëmbët, gjithë do të vdesin një në shtëpi. Në gjithë ta futur në internet tani, e shkruaj aty, kur të bien dhëmbët në ëndër, do të vdesin një në familje. Po kjo s'është e vërtetë.